Bashkë nuk i libër, me gjumon, me të mira që i ke punu, me të këshire që i ke punu, këtë të registru më të. Ure që ke fëlltinës, që ke punu natën, që ke punu ditën, këtë të registru më. Por që ditë të, atë ka në i zonë shtetë se të Allahu të lëshu? Jo. Atëherë, përgjigjë të rrisë, se mos t'i përgjigjë që në përhaqë. Se mos t'i përgjigjë. Pa valla e shtrejtë, por nuk është shtrejtë dhe. Nuk është shtrejtë. Bojë të bëri se cili ke shtrejtë dhe. Shofe dhe. Dhe në rasët rralla që jemi në rogë. Haqi për shumë dhe herë njerë. Njeri i mledhe herë njerë. Mos bëka bime tjera ti. Mos shmezza kodë ti. Pra, unë di që njerët të nërëshu me që isha me i prashë. Kajtë. Pas i lidhje. Ska, do bëtët vetëm Allahu me rujë. Do të klasifikohet ke shpërderuse. Për shpërderuse të thotë, Allahu Gjellegjellahu jenë vlazën dhe djajme, shejtonin. Sa ajo shpërderuse, shkatërose, që i shkon njërë të të nuk e thotë shkriku jenë. Pra mere këtë mirësit ma të Zotë Gjellegjellahu. Vjen dita e Kurban Bajramit. Pra mas ditës Arafatit që e atjirohet dhe këtë ditë. Për 2 vite të më, një vit që ka shku, një vit që vjen. Me të shqinë Zotë Gjellegjellahu gjinatë. Wallahi, çdo vit paraqitesh para Zotit, çdo ditë Arafatit me gjinohet të fshime. Le haqin mu. Aja program tjetër, si që ka lejnona. Me përjashtim të tyre që i ke haqet e huja, ato mundësisht me levizë. Të përën programin i ronë shumë. Ka thonë një herë shmi këtyre titërë të Zotit e Bekor, mund talë për para Zotit dhe me dojë gjinohë, vesh më së talë me hakun e hujë. Me hakun e hujë, me hakun e hujë. Me le talë me dojë gjinohë. Plot, vesh më së talë me hakun e hujë. Ska kur në me të përbëllojë. Mësën e i kërko atje. E kërko shumë. Shumë. Mësën e, se me kërko të rekat e vetë, i tha me për bashkë në më për Zotit. S'njeli e zizionë, me tjenë të rekat e vetë. Po një, edhe s'mon të përbëllëshme. Atëherë, vetë ditë e Kurban Bajramit. Po përgatitë për i Kurban. A nuk janë le ditë e Kurban Bajramit, që Allahu Gjellegjellahu thotë. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e preni Kurbanin tonë. Po keni shpërblim tek Allahu Gjellegjellahu, për çdo qime fije të atij trupit të kurës, keni shpërblim për Zotin Gjellegjellahu. Njëri. E dyta, po bën një diçka që e ka bën një i dërguar i Zotit. Edhe ti çfarë bën? Ta ndjek dhona të dërguar e Zotit. Kush ishte ai? Halilur Rahman. Kush ishte ai? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po të dashur të Zotit. Edhe ti të hodhësh një hap me ndjek këta. Ku mund të shënohesh ka Allahu Gjellegjellahu? Vallahi veç për shënat. Edhe e pranë e bëhesh gati në pranë Kurbanit. Edhe ai gjon pension. Kurbanin. Ta marrë të mirë bile. Po pse ti hoshë? Po më shko pra me ndërtu vorën e 2 milion lekë. I dashë i mirë Kurbanit, maksimumi 250 lekë. Më shko me ndërtu vorën e ti. Më zblej gjonat kodë ati. Më kanë thani 130.000 lekë i kunarë lullër. Sa më Kurbanit? Kunarë që blej, se ta s'pukurojme që i ka hoshë. O, e s'pukurojme që kur që e gjallë. I bëjshë hizmet. A u shfalë të e keni përësër. Ta rëgullojnë prasë, vama e në shajnë ditë, shetë këtë të në panë e në qëtë shove, në? Urën të e Kurban Bajrami për këtë gram, pikë, zjaku. Allahu nuk shkon as zjaku, as mishë, as kura, as isra. Kretë mjelin të në njënë. Pa të shkon mjeti që ke ma për jetë zonë. O Allah, si shtë të përgjit Ibrahimi e edhe ajo përgjit me gjanë ma të vështirë, me fëmijën e vetë, kur bënd të bëjt për herë Zotit, së është problemë. Ti më këdhonë të jema pra. Për hatën të të Zotë fëtë, edhe kërë shkoj Kurban. Allah e solidashi. A ne mene dashi. Të mirë në më kërët. Si që jetojë për shemë dhe dine me të ketë lejë për shemë, nuk po them shumë, për njënit faqe, 600.000 lekë më shkullë, dritët që ka blejë për vitrin, pema vitrin, gjeri detin, mirë gjeri mose, e ka honër mishku. 600.000 lekë. I Kurbani 150.000, a i
domethënë matulti. Se si do justifikoheni? Në kohë për Allahu te më thot, me premën e kërkull inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazin im, jeta ime, kurbani im, vdekja ime, janë gjithë për Allahun Zotin e Gjithësisë. Bismillah, Allahu Ekber. Edhe pra të kurbanin për jetë Zotin. A disa shpërbime ka.